pse shumë të hidhëm, nuk mundet la ilaha illallah dhe vetë gjumon e fali. Njerëzit hikin prej vdekje, pëthuj se vdekja komi i zonë. Qështu i del shpirti zullumqarit, qashtu i del shpirti prevarantit, qashtu i del shpirti ati i cili ka manipulu me njerëzit, qashtu i del shpirti ati i cili e ka shit drogën, ata i cili e ka shit kamatën, e ka dhon kamatën, ka shit pare me pare, a i cili ka prek namusin e grave, qashtu i del shpirti ati i cili ka maltretu nanën edhe babën, qashtu i del shpirti ati i cili ka shku e ka punu sportskën. Politikanët veç porejnë, kina me mshel, ato marin pare, ato marin përfitime prej bastoreve, ato i mushin gjepet, inshallah në fit ju mesin, ja Rabbel Alamin. Kur do të vinë me laqet me marë shpirt, o vlezër, nuk të ban dobi as partia, nuk ban dobi as shtabi, nuk ban dobi as grupi, nuk ban dobi as pasuria, nuk ban dobi as evladi, nuk ban dobi as pushteti, as karikja, nuk ban dobi as fuqia, as njofsia, ban dobi besimin Allahun Gjelle Gjelaluhu. As njëherë gjumë s'ki me bo, veç njerë të shofsh me lekul motin me si. Do fokusohemi me lejën e Allahu te bareke wa taala në spjegimin e një prej ajeteve më madhështore në Kur'anin famëlar. Është një realitet që është shumë i idhur për njerëzit. Është një realitet që njerëzit as pak nuk e dojnë. Është një realitet që sot shkenca, bota jo besimit, mundohen të fitojnë këtë realitet dhe të ndrojnë, por ajo është një zakon i Allahu te bareke wa taala që nuk do të ndrohet. Sot bota mundohet që të arrijë në një arritje për të ndruar këtë realitet, por ky realitet do jese në derin ditën e kiametit pa u ndruar, se është caktimi i Allahu te bareke wa taala, është caktimi i madhit Zot, i cili krijon, i cili jep dhe merr, i cili ngrit dhe ul, i cili gjindën në dorën e tij çdo gjë që ekziston në këtë botë. Çfarë është ky realitet? Realiteti është se ne kemi ardhur në këtë botë dhe do të shkojmë në afatin e caktuar nga kjo botë. Kemi ardhur, jemi mysafir në këtë tokë. Jemi me afat të caktuar dhe kur vjen afati i fundit, ajo nuk vanohet as një moment ma shumë e as një moment ma pak. As mundët dikush të shtije ma tane, as të bere ma kne. Ajo është se ne jemi të gjallë dhe çdo i gjallë do të përjeton ndarjen nga kjo botë. Që do me thonë, çdo i gjallë do e shijon vdekjen. Krejt prej neve, Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka mundësuar me ardhë në këtë dunja me datë. Dhe ne e dim kur kemi ardhë, por nuk e dim se kur do të shkojmë. Për atë arsye Allahu e kalon të mshefur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve kur e vorosi njonin prej sahabeve, ju tha të pranishmive, tha ej ikhwani, o vëllezërit e mi, limithli hadha fasta'iddu, tha për që këto momentet pregadituni. Është e hidhur dhe kur kush nuk e don, shkenca punon që me bo njerin e pavdekshëm. Shkenca munohet dhe shkencëtarët bëjnë hulumtime si me ja u mundësu botës që njerëzit mos me vdek, por nuk do të arrin asë një herë të ndrojnë. Po tema jonë nuk është këtu. Tema jonë është pasi që na e dim se do të desim, pasi që na e dim
se do të takomi me melekul mautin, apo i njohur në mesin ton si Azraili, a thu val, si do jenë ato momentet kur do vere melekul mauti, meleku i cili i merr shpirtrat, si do jetë gjendja e muslimanit dhe si do jetë gjendja e jo muslimanit. Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet që e lexova pak para, i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj na drejtohet këtëve neve, duke thonë: Inna alladhina qalu, me të vërtet ata të cilët kanë thonë, ata të cilët kanë dëshmu, ata të cilët kanë pranu, ata të cilët e kanë deklaru, Rabbun Allah, kanë thonë se e kemi Zot Allahun Gjelle Gjelaluhu. Do me thonë kërkohet nga ne me e thonë, nuk pranohet me thonë se unë jam besimtar, ama nuk e thamë shahadetin. Unë jam musliman, ama së ne thamë këtë parol të madhe të islamit. Pse? Se ka pasoja në dunja. Si të është musliman, ki kana terrorist. Si të është musliman, ki kana fundamentalist. Si të është musliman, ki kana ekstremist. Si të është musliman, etiketa dhe biftane të ndryshme që sot muslimanve janë javeshin si petk që janë shumë larg nga etiketim, por ja që kjo ka konë është dhe do të jetë kështu. Armiqtë e Zotit Dhul Gjelal, armiqtë e Kurani Kerimit, armiqtë e fejes islame nuk dinë se si ta fitojnë të vërtetën, jashtë se me umunu, me janë gjyros një ngjyrë, me avesh një petk, edhe me etiketu me një etiket që islami edhe muslimanat janë shumë larg nga jo. Duhesh ta thosh, duhesh ta dëshmojsh, sepse ajo ka të boje shumë me momentin e fundit të kësaj jete. Tha me të vërtet, ata që tha e thanë, me të vërtet ata që e dëshmun, me të vërtet ata të cilët e shqiptun dhe e deklarun se Zot e kanë Allahun. Zot e kanë Allahun. Kërkohet nga çdo musliman që ai ta thot shahadetin, dhe kur pyetësh se çka ije, kërkohet nga ti, prej anës Allahu Gjelle Gjelaluhu, që ti të dëshmojsh. Jo të thësh unë jam kje, unë jam aj, unë dë njëherë besoj, dë njëherë zbesoj, hasha lillah, por të thësh se unë jam musliman, pa marë parasysh se shka do të ndodhë, pas asaj që ti e deklaron, dhe as njëherë më së ngushta, pse i e musliman, rik krenar, rik kokën lartë, sepse bart me veti misionin e 124.000 pejgamberve të Allahut të bareke vë ta'ala. Tha, thojnë e dëshmojnë se e kanë për Zot Allahun. Pastaj, a përfundon që ka që jo. Tha, thumme stekamu. Thumme është minëherë, pasi që e kanë dëshmu, pasi që e kanë pranu, pasi që e kanë besu, pas minëherë vijon puna. Në dinin ton, në fejen ton, nuk ka dishka valla, unë jam musliman, ama unë ri. Në dinin ton, nuk ka dishka, unë jam musliman, ama unë spunoj. Në dinin ton, nuk ka, unë jam musliman, edhe mjaft për mu, unë ka me konë shpëtimtar. Ka mu shpëtu unë, ditën e kiamet, se unë jam musliman. Jo, vlajdashëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, miftahul gjenneti la ilaha illallah. Tha, qelsi i gjennetit është ta la ilaha illallah. S'qelet ajo dorë derë pa e pasti qelsin la ilaha illallah. Por, jo çdo qelse dhe çdo derë e qelë. Ai qels du të mi pas ato dhomë të veta për me qelë qatë bravë. Se si mos t'i ka dhomë, pa d'ja është ka i ki qelsin, du të me koni përshtatshëm për atë bravë, për ta qelë atë derë. Cilët janë dhomët, thumë me stekamu, do të punojnë, do të jenë të përqëndrushëm në besimin e tyre, do të bëjnë vepra që e përkrajnë dhe janë në përshmëri me atë të cilën e thret feja islame. Duhet të jetë ashtu si e lip Allahu Gjelle Gjelaluhu. Jo la ilaha illallah, edhe nuk falem.
La ilaha illallah edhe nuk agjeroj. La ilaha illallah edhe nuk shkoj në haq. La ilaha illallah edhe se hap zekatin. La ilaha illallah e marr drogën. La ilaha illallah e shes marijuanën. La ilaha illallah punoj me kamat. La ilaha illallah vedhi. La ilaha illallah punoj punë të fliçta. La ilaha illallah shkoj në prostitucion. Jo. La ilaha illallah nuk të bën dobi hiç. Allahu Jalla Jalaluhu tha wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tha në qoftë se i pyet o Muhammed, ato mushrikët, jo besimtarët, armiqtë e Zotit, kush e krijoi qiellin edhe tokën? Kush i fali këtë këto sende? Kush i boni këtë sistem? Le yakulun Allah. Tha kanë me thonë hiç pa dyshim Allahu. Ato e din se Allahu është një. Ato e din, por nuk e pranojnë dhe nuk e zbatojnë atë që e kërkon fjala la ilaha illallah. Tha thumma istaqamu. Pastaj përqëndrohen dhe nuk luasin prej asaj që e kanë në bindje, dhe nuk e ndrojnë bindjen e vetë, dhe nuk e ndrojnë besimin e vetë, dhe nuk shkojnë mas asaj që e kundërshton fjallën la ilaha illallah. Po qish mundet me kon i shpëtum një njeri sa dojen e ta ketë shamian për mikrije, edhe sa dojen e timone të spit në thoje la ilaha illallah, edhe shkon të sejirbazi, ja qon ujin e gjenazës, ja qon teshën e gjenazës, dhe i ban siher dikujna. Qish mundet me kon i shpëtum? Qish mundet me shkon i shpëtum? Thot la ilaha illallah gjithë ditën, ama se vendos balin e vetë në sejdë në namaz. Po e thamun edhe nisen shumë të hidhëm, nuk mundet la ilaha illallah dhe vetë gjumon e fali. E hidhëm është kjo dhe për gjumotin ton që janë këtu në gjami. E hidhur është kjo, me thonë la ilaha illallah, ama unë veç Allahin e kujtoj veç ditën e gjuma. Po ven kundërshtim, do me thonë 11 dit ti Allahin nuk e përfil, 11 dit e zanit ja këthen shpinën, 11 dit nuk e nje derën e gjamiës, 11 dit nuk e nje 12 dit, dikush 12 dit, dikush 13 dit, dikush 7 dit. 6 dit hiç se një Allah, 7 dit ven në gjami. Po nuk ban dobi la ilaha illallah. Na do të logaritmi ti musliman ashtu si të kanë logarit djetarët e mëdhoj, po themi musliman, por nuk dë kesh dobi në këto qaste. Thumë staqamu, dhe jenë të përqëndrushëm në atë që e besojnë. Të të nëzzelu alejhimul melaike. Në qaste të ndarjes nga kjo dunja, kanë me ardhë me laqet. Që një vëllezër, kanë me ardhë me laqet. Sa do që me thonë na, sa do që me thonë na, ka vdek pi kanserit, ka vdek prej smujeve të ndryshme, pandemia e kështu me radhë, kanë ndek prej ndeshjes, kanë ndek prej rrimës, kanë ndek prej vërshimeve, kanë ndek prej luftës, jo, të nëzzelu alejhimul melaike. Zbresin me laqet për të zbatua që ka e lim Zotit. Shka është? Kull innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allahu tha thua jo Muhammed, njerëzit hikin prej vdekje, po thuj se vdekja komi i zonë. La yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Nuk vanohet as një saat më shumë e as një saat më përpara. Shka e ka emnin që kjo? E ka emnin e gjel. E gjel. I ka ardh e gjeli, ja ka marë shpirtin melekul mauti, ka vdek. Një njeri i cili ka jetu me ti, jetën tonë dhe ki kalu me ta, qoftë gruja jote, qoftë baba, nona, evladi, qoftë vlavi, motra, kur ven melekul mauti dhe i përfundon e gjeli, ja merë shpirtin, po të ven në zër as menet së më poriti me ta. Pa nuk ishe ti me që këtë që ka bëjshë muhabet dhe rigje? Hajshe, pishe, keshe, bile edhe kiflet me një shtrat me bashortën tëndë. Shka ndodhi që ti po largosh? Shka ndodhi që po ftohosh? Shka ndodhi që ti dikush në udhubillah, Zotin arujt, dikush edhe frigët të gjohë, sën riun e thës, mos po të qohët, mos pazarit, nuk qohët maj, si ti dale shpirti s'ka më të qume.
S'ka më u këti, s'u ka këti kërkosh, veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka shku te Allahu, por jo i vdekur. U ka shku edhe u ka këti gjallë, ka shku e ka pa anën tjetër gjallë dhe u ka këti, por me vdek, me shku edhe më u këti, si dese njeri më nuk kthehet të prapë. Po çfarë ndodh që ti s'do me pas më kontakt me ta, s'do me pas më afërsi me ta, që s'po ulesh nga xhenazës, jo që thot se trishtushëm, shumë e ftoftë të vdekja, po çat ki me konti. Hazreti Alia radiallahu ta'ala anhu e kish pa njonin të eci kish hap krataj. I kish thonë, o ti zotni, ka thonë mledhi krat, se fillimin e ki një pikuj, mesin, barkin, e ki e këtë bërlok, kanalizimit, fundin e ki e trup i cili shkatrohet dhe shëndrosh në një send që prishët si cofti. Prishësh, dëmtohet, shkatrohet dhe coptohet trupi jot që ti ki menuse me trupin tanë munësh me bosh ka mos. Të nezzalu alejhimun me laike. Zbresin me laqet e marin shpirtin. Por, këto është elementi që na dersin e kemi ta dobit e shahadetit dhe mirësit e besimit në Allahun Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu, me laqet për njerin e keq, për jo muslimanin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, ja marin shpirtin dhe ja shkullin shpirtin, sikur me e marr një dek me thera edhe me imshue në një lesh të lakt, lesh i deleve, të lakt, kur ngatrohen ato therat, kresat dusha jo nuk del. Qashtu i del shpirti zullumqarit, qashtu i del shpirti prevarantit, qashtu i del shpirti ati i cili ka manipulu me njerëzit, qashtu i del shpirti ati i cili e ka shit drogën, ai i cili e ka shit kamatën, e ka dhon kamatën, ka shit pare me pare, ai i cili ka prek namuzin e grave, qashtu i del shpirti ati i cili e ka maltretu nanën edhe babën, qashtu i del shpirti ati i cili ka shku e ka punu sportskën, e ka rëthu sportskën, o jurini që me ndoni se së shkur gjo me rëthue 3 numra, me votut qenin apo kalin që kanë garen, e se di qfar lojat qera që i kshirni që manipulojnë me rinien për t'ja u marë paret, nuk është veç thjesht me rumullaku apo me laps, me rëthu një numër në lotaria Makedonia, kujdi unë shka janë, ma shumë janë qelë këto bastoret se sa janë qelë gjamijat, kërkuj s'po i pengon, kërkush po fol, politikanët veç po rejnë, kina me imshel, ato marin pare, ato marin përfitime prej bastoreve, ato i mushin qepet, inshallah në fit ju mesin, ja Rabbel Alamin. Nuk është thjesht dhe vetëm me rëthu, ditën e kiametit, që fillon kiameti me vdekje, kur do me ta krej shpirtin me lekul moti prej konve, se shpirti del prej konve, kur e krej sikur me lesh të lakt, kur e krej degën me thera. Dërsa për atë që ka zonë bes Allahut, që i ka besu Rabbul Aleminit, nuk i ka përshkru shok Allahut, e ka adhuru Allahun qështu si e ka lip Zoti, e ka ndjek Muhammed Mustafan qështu si na ka mësu edukatori suprem, dhe u ka rujt prej haramit, është munu me u kufizu me halalin, e ka kshir udhën e Kur'anit, dhe ka qenë gjithmon në nhije në rizas Allahit, për ketë me laqet e thëj kanë nisen, që në krejt na e kemi dëshirë, dhe lusim Allahun që Allahut në i buje nasip, kur ti takojmë me laqet, i shohin me laqet me ftyrë të mirë, me aromë të mirë, të qetë dhe të sigurt, edhe i thojnë, an la khaufun alejkum, tha mosu totni, me laqet i thejkan, mosu totni, la khaufun alejkum, nuk ka sot për juve frik, nuk ka sot për juve stres, nuk ka sot për juve telash, wa abshiru bil janna. Dhe po ja japim myshtën, po ja japim myshtën juve se Allahu ka pregadit për juve xhennet. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Po ja u përgëzojmë lajmin se jeni prej xhennetlive që Allahu ja u ka premtu.
Dhe premtimi Allahut nuk është bosh. Premtimi Allahut nuk është premtim zgjedhor. Premtimi Allahut nuk është do të baj asfalt, edhe asfaltin e ha. Premtimi Allahut nuk është do të jap ujësjellës dhe ujësjellësin nuk e ban. Premtimi Allahut nuk është do të baj drita edhe me të lënë nërsir. Premtimi Allahut nuk është premtim politik, por premtimi Allahut është hak. Dhe Allahu kur premton e realizon, ai i jep edhe pse ti nuk i je në udhën e vet. Të ka dhonë edhe na ka dhonë, edhe pse e kemi haru, edhe pse të një herë jemi largu nga Zoti Xheleshanu, ai neve kur të mirat nuk na i kana. A e kini pa dë një herë pse se ki falë sabajnë mos me dhonë buk? A e ki pa dikan pse se ka falë drekën me anal frimarjen? A e ki pa dikan pse se ka falë ligjinien me anal ujtin? A e ki pa dikan pse se ka falë akshamin me anal pankreasin? A e ki pa dikan pse se ka falë jacien, Allahu me amar e vladin, me amar shpijen, vatanin, me elon pa tesha, me elon pa vatan? Jo, Allahu ketë këto i jep. Edhe tha wa in ta'uddu ni'mat Allah. Tha në qovë se i numrojni të mirat e Allahut, tha të Allahut, jo të juvet, Allahut, la të hsuha, Allahu i jep juve shumë, ju s'mujni t'i numrojni. Ta ka dhon shnetin, ta ka dhon sigurien, ta ka dhon pasurien, ta ka dhon e vladin, ta ka dhon shpien, ti ka dhon mjetet, ti ka dhon ketë krejt, për apë nuk nguc, të ka bo të lirë, ndesh beso, ki me shpëtu, ndesh vepro, ki me koni shpërblem, apo mos beso dhe mos vepro, ki me mon qaf vetën se ki mu denu për veprat e tua, wala të ziru aziratun, wizra ukhra, dhe askush nuk i llogaritet në ditën e kiametit, dhe nuk jep llogari për veprat e tjerëve. Çdo njoni ngarkohet me punë të veta. Veproni o ju njerëz, bëjni mirë o ju njerëz, përkushtoni udhës Zotit o ju njerëz, që ta gjeni Allahun të kënaqur me ju, që të jenë me laqet myshde dhënës për ju, sepse në momentin kur do të vinë me laqet me marë shpirt, o vlezër, nuk të ban dobi as partia, nuk ban dobi as shtabi, nuk ban dobi as grupi, nuk ban dobi as pasuria, nuk ban dobi as evladi, nuk ban dobi as pushteti, as karikja, nuk ban dobi as fuqia, as njofsia, ban dobi besimin Allahun Gjelle Gjelaluhu, ban dobi vepra jote për hir të Zotit, ban dobi korekcia jote, ban dobi sa ki bo mirë për të tjertë. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha cili njeri është më i mirë? Tha më i mirë, tha prej jush, është ai i cili ban më shumë mirë për tjertë. Bëjni mirë për njëri tjetrin, rujni njëri tjetrin, silloni mirë ndaj njëri tjetrin, kujdesuni për mallin, kujdesuni për vendin, kujdesuni për namuzin e njëri tjetrit, që të jetë Allahu Gjelleshanuhu wa Gjelle Gjelalu me juve, me neve Zoti nasip inshallah. Kur vikan me laqet, jip kanë dy sende, i pari send e jip kanë siguri. Pse sigurien? Ka djetarë të cilët thojnë, me konë që Allahu ja mundëson të gjallit, ta shofe melekul meutin, ta shofe melekun që i merë shpirtrat, ta shofe veç njerë, kur hitë gjumë s'ka me bo. Hitë kur, as njëherë. As njëherë, sa të dush mu lodh trupi, as njëherë gjumë s'ki me bo, veç njerë ta shofsh melekul meutin me si. Veç njerë, tak, tak. U kri, kur gjumë së në kime bo, e para, kur s'ka me ta lip lukthi bukën, subhanallah, as një herë hiq, s'ki me një vetën jam unë, pse e ki pa me lekul motin, dhe as një herë, kanë thonë djetartë, as një herë, buste tua, goja jote s'ka me abo, ha, 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 me kesh, apo me bus qesh, as një herë hiq, pse? Sepse qatë shumë, trishton melekul meuti në momentin me balafaqimin me krijesën, insani kur e sheh mundet mu zhduk në vend. Por Allahu Gjelle Gjelalu ati që ka konë musliman, ja mundëson melekul meuti me i thonë, la të khafu wa la të hzenu,
mos keni frikë. Pastaj shka? Mos u mërzit. La tahzenu. Jep ka garancë. Wa abshiru bil janna. Dy gjana të rahaton tije nga friga. Të rahaton nga friga, të qetëson tije, edhe të përgëzon se do të jesh inshallah me rahmetin e Allahut në premtimin e Zotit të madh. Allah i nasip në mëft. Cili jo premtimi i Allahut na e kërkojmë. Na e lusim Allahun që të jetë edhe për neve, të jemi hisedar. Premtimi i Allahut është se ata që e kanë besu dhe janë kon të përqëndrushëm në besimin e Allahut një, nuk i kanë përshkryt Allahut shok dhe kanë bë veprat mira që Allahut ju jep xhenet. Allahu na bof nasip inshallah. Ne e lusim Allahun momentet e fundit të kësaj jete në këtë dunja të jetë me besimin në Allahun xhaleshanu. Na i mundsoja Allahu frimën e fundit ta themi me shahadet. Na i mundsoja Allahu me laqet kur do vind na marrin shpirtin e manet që e kemi, na thojnë mos u tut, mos u trishto, bohu i qetë, bohu i rahatshëm, se Allahu ka me ta dhon atë çka ta ka premtuar xheneti. Ne lutim Allahun riniën tonë në Islam ta udhëzon. Plegjve tonë të jep ymër gjatë, shëndet të plot, të smundit në për spitale, Zotit i shëron, ata të burgosurit pa fajshëm, Zotit i liron, të idhrund, Zotit me zvetet i pajton, ata të cilët janë larg fejës Allahut, Allahun fejen e vetë t'i udhëzon. Ne lusim Allahun xhaleshanu krejt ato vlezërit që janë larg në gurbet, kanë shku për ta fitu kafshatën e bukës, Allahun nga çdo e keqe t'i mbron dhe ata me rrezik halal t'i furnizon. Ne lusim Allahun xhaleshanu ve xhalla xhelalu armiqt e Zotit, Allahu me zveti helaq t'i ban ya rabbel alamin. Vlezërve ton atje në Gazë që sot e përjetojnë ditën e parë mas 2 vjetëve luftë edhe janë pak të qetë edhe pse nuk i le dëshmoni, Allahu i knaq në zemrat e vetë me siguri ya rabbel alamin. E vladet e tyre i ushqeft Zoti me rëskin halal boll të jetë inshallah që ta harojnë dhimbjen që e kanë pas 2 vjet në këto probleme dhe telashe. Ne lusim Allahun xhaleshanuhu ve xhalla xhelalu në momentet e fundit kur ta takojmë Azrailin apo Melekul Mautin, na vën me myshdë prej Zotit, të jetë myshda e tij xheneti. Allahut nasip kej dhe na ban. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin istaghfiru wa aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.